Artisti i mozaikeve Alken Pozhego sot e ka bërë një mozaik me drithëra Papa Franceskun, i cili ndërroi jetë të hënën. Pozhego tha se e ka bërë këtë punim sepse Papa ka qenë njeri human, i dashur duke i bërë njerëzit të ndihen të lumtur. Po karakteristikat e Papa Franceskut janë besoj të veçanta, edhe pse kam realizuar shumë mozaike të ndryshëm. Të dua ta veçoj sepse ka qenë një papë i veçantë, sepse gjatë kohës ka përqu mesazhe dashurie, respekt ndaj gjithë popullit të ndryshëm të botës, pa dallim. Dhe po ashtu veçanërisht për popullin e Kosovës, që besoj jemi mirënjohës gjatë kohës. Ai tha se për mozaikun e Papa Franceskut ka përdorur drithëra si kallamaç, fasule, misër, fara e të tjera. Sasia e drithave janë rreth 100 kg. Është misër i bardhi kuq, oriz, grën, farë lule dielli. Me punën e tij krijuese, artisti Alken Pozhego është renditur edhe në librin e rekordeve Guinness, duke realizuar figura të njohura me mjeshtrinë e tij artistike si Rita Ora, Shënën Tereza, Messi, Ronaldo e shumë të tjerë.